Personi në foto është Daniel Pepa, 21 vjeçari i shpallur në kërkim si autori i dy fishtë ngjarjes tragjike që ndodhi në Manës, ku mbetën të vrarë Flori Paluçi, 33 vjeç, dhe Aranit Kurti, 23 vjeç. Sipas hetimeve, konflikti nisi pas një debati të çastit në ambientet e jashtme të një lokali, ku Pepa kishte kërkuar një kafe, por kamarieri e kishte njoftuar se ekspresi ishte fikur. Pas debatit verbal me Paluçin, ai është larguar për t'u kthyer pak më vonë i armatosur, duke përfunduar në tragjedi. Personi që ishte ulur me kamerierin, 33 vjeçari Flori Paluçi, ndërhyri në debat dhe mori armën, duke qelluar ndaj Aranit Kurtit dhe duke lënë të vdekur në vend. Më pas, Daniel Pepa, shoku i Kurtit, ka reaguar duke vrarë me armë zjarri 33 vjeçarin Paluçi. Policia ka arrestuar 4 persona të tjerë të përfshirë në ngjarje për moskallëzim krimi: Ergi Kadiu, Erald Cani dhe vëllezërit Taulant e Emirian Beqja. Ndërkohë, përveç Daniel Pepës, në kërkim është edhe 30 vjeçari Gëzim Allci, i dyshuar për armëmbajtje pa leje, moskallëzim krimi dhe përkrahje të autorit të vrasjes. Forcat e rendit vijojnë kërkimet për kapjen e Pepës, i cili akuzohet për vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje të armës së zjarrit.